tani që vëmë pushimet mund të ullit pak ritmi, pas nga shatorit do fillojmë të zgjedhim pa nga do anojmë pak që t'japim Të t'japim prioritet, njëri prej sporteve. Sportet që ka dhëna më tepër dhe ka pasion më tepër. Edhe ke pasion në të njëjtën kohë. Po më përpara, cili ka lindur brenda teje, fillimisht, nga hobit? Fillim fare ishte futbolli. Që sa vjeç? Që 6 vjeç u futa te Petroninit, te skuadra Petroninit. Futbolli. Po, u futa atje. Te Petronini knaqem shumë, kam shokët e mi atje, bëjmë ndeshje me njëri tjetrin. Qa pozicioni ke, sulmus, mësfushor? Sulmus si kraut djath. Kraut djath. Kraut djath. Edhe futbolin kam shumë qef. Pas ping-pongut atë kam. I kam të dyja dhe më thënë 50 me 50. Se i kam... Nuk i ndam do të? Me që imi edhe në pak dit, bas tyre ndeshjeve të rëndësishme të kombëtares, qa mendon që nuk shkoj mirë me atë Letonin, për shembull? Me Letonin që mendonim që do fitonim atë. Kisha, po pra, Letonia nuk është shuhet për një skuadër që... Pak se nuk është se ka dhe një lojtar me një skuadër si Real Madridi, Barcelona. Bën shumë gabime, do e thënë, ja liruan te goli që bëri me kokë, ai nga Letonia, ja liruan komplet atë, dhe ai, plus ishte dhe fakti që lojtarët tanë nuk është se shuhen për, do e thënë, ka dhe të gjatë, po për më baliu nuk është se mbrojti do të atës. Se isha shumë i gjatë. Ajo na penalizoi, thua? Po. Edhe, nuk e di pse mendoj që ndoshta trajneri Silvinho duhet kishte zgjedhur një taktik tjetër. Po, unë do zgjidha për shembull, po tisha unë, do kisha ndruar Ri Manaj, me Mirlin Daku do ishte shumë më mirë. Është një talent i ri, më i shpejt dhe djali i ri është. Se Manaj djali i ri. Në krahasim me Manaj është pak më i shpejt. E qartë. Edhe do kisha qef të fuste unë Ardian Ismailin dhe Marash Kumbla i kam shumë qef si lojtar. Po Kumbla e bëri gabimin, shkoj u fut aty te zona e Repcis, i dhuroi atë penalltin, po shqyr Strakosha. Atë penallti, shqyr sa, ore lojtari më i mirë për mendimin tim, u duk mu Strakosha që është portieri. U duk mu mirë Strakosha. Ai na shpëtoi. Po, ai na shpëtoi. Këtu foto me Uzunin, me drejtuesin e federatës Duka, zotin Duka. Futbolin e kam shumë pasion. E qartë. Po kampion në ping-pong ke dalë, pra. Po pasion pasaj nga ana tjetër, shaun? Po, shaun e kam qef. Shaun e nisa në Sarand, unë kisha ikur për pushime dhe një djallë aty filloj duke lodhur me babajin tim, që e njite, filloj duke lodhur sha, dhe që nga aty u hap një kampionat në shkollë dhe thash se jo ta shof njerë. Dhe i ka ta shifja dhe kështu fillova duke mësuar shaun, dhe pas taj u futa dhe në kampionat, nuk është se dola gjithë, se mëra me një shumë të fort, që kishte 2 kupa, po shaun e kanë si pasion, lodh me babin më shumë shpejt. Babin? Babin e Rafa. Babin e Rafa. Qa ti bëja ati kampionit, po babin? Po. Pësaj kam pasionet tjera. Peshkimin e kam shumë qef sa herë që ike me pushime, dhe në thënë, në bagazhin tonë përveç se janë valigjet, janë dhe 2 grepa peshkimi, Filispanjat, plumqe, si që thejmë ne, dhe janë direkte për peshkim. Peshkimin e kam shumë hobit madhë. Me vërte? Po e kam shumë, ka filluar vetë. Sa rriti për shumë aty? Prit. Po edhe po se ka, pas ka gjithë, sa e sështë se, unë dhe ka pa tjetër, atë ka raste edhe këtu për shumë të ky rasti, kemi qenë Butrint këtu. Ku je? Në Butrint, në kanal të Butrintit. Në liqenin e Butrintit. Po, këtu kemi qenë duke peshkuar, edhe këtu vim peshin nga rryma, dhe me bukur ashtë që këtu vetëm një pesh kam kap. Po, dhe kam prit, kam ikur në orën 6 në mëngjesit dhe jam kthyer në 12:30 dhe vetëm me i peshk. Vetëm me i peshk. Dhe atë shkretin e lësova si gjyna. E lësove si gjyna. Po ti do në thjesht ta peshkosh shumë për qef, edhe pastaj ta edhësh prapë në liqenin. Kam shumë dhe adrenalin, kam dhe shumë adrenalin kur futem me rjet në ujë, kap shumë nga forët të mëdhaja. Në peshke kapur dot? Me rjet si vështirë.
Me rrit vetëm ata, janë ata peshqit e gurit që rrinë kështu nëpër gura, edhe ata. Këta tjerë s'kapen? Ja, rri gjithë ditën, s'kan vetëm lumut kapësh. Nuk e di, qevi vive është, a kapim peshku me atë rjetën. Kam ndenjur dhe unë 6 orë si puna jote me djalin tim, po se kapëm dot. Atë peshku na vinte te komba, po s'kishte birë në. Po kapet ai. Kapet, merë buk, merë, qas i dham. Jo ngrit gjitha, dhe thonë pasaj trupeshk. Ajo ngrit gjitha, po se kapëm dot. Ai u knash. Bravo, jo neve. Jo neve. Pasione plot, që ka në një sport që nuk di ta luash? Vetëm ajo që di të bëj, dikush po ngelet me snesh dhe këtyre që po na shofer. Okej, vetëm me snesh, pa më rak fare. Nesh të digital. Turpësh me e thënë? Po, nuk është sport, po zi me lidh atletet. Po si di sport, prandaj se po kishte sport, po ishte sport, dhe ishte më mirë. Po kështu i kam provuar gati gjitha. Po merr me gjithë ti. Që i ke kollaj fare. Me gjitha të ti po flise, se me që më tregove çështjen e këmbëve, dhe unë po të shija gjatë gjithë kohës dhe ti i ke këmbët me të vrara. Më vjen keq se je vrar, po më vjen mirë për një gjë tjetër, se tregojnë që ke luajtur, je kënaqur. Po, unë luaj shumë. Në lojë dhe në lojë luaj sepse lojën duhet ta fitoj. Ka sa që thënë ka rëndësi pika dhe pjesëmarrja, dhe pjesëmarrja ka shumë rëndësi, po që ta fitosh është më e bukur, se ti nuk po luan për ta humbur atë lojë. Ma pëlqen shpirti yt garues. Faleminderit. Kam çap thënë. Edhe unë nuk e kuptoj dot ato fjalin rëndësi ka pjesëmarrja. Tani do fitoj. Do dalin po dole në vend të fundit me pjesëmarrje, nuk e di kush do jetë i kënaqur, kush del në vend të fundit me pjesëmarrje, po. Ngushëllon veten. Po pra. Si puna asaj që i thon mora Editja të Barcaletën. Lodha me ish shumë të fortë. Si? Ose është ai justifikimi, ishte ai shumë i fortë. Ishte ai shumë i fortë. Editja të Barcaletën me çështën e pjesëmarrjes, se i thon, tha dola i tretin në maratoni, thotë shoku kështu, tha maraton, çfarë thua se maratona? Është shumë e vështirë. Po sa veta merrnin pjesë? 3, po. Ke parasysh? Kështu domethënë, rëndësi ka pjesëmarrja. Kjo është morali. Ku e she? Domethënë me të dhëna dhe cilat janë ato do më ti pare dalluese që ke talent, që ndoshta edhe ata që na ndjekin mund ta kenë një talent në brenda shtëpisë tyre, po nuk kanë pasur mundësi ta vënë në dukje, ta vënë të dalin sipërfaqe më saktë. Pikërisht është zgjuarësia që kanë lojë, zhdërpjelësia, pasioni, mbështetja e prindërve. Kjo është ajo që e bën lidh zinxhiri, nuk ka një hallk të shkëputur që mund të ngeci. Në çdo sport, talentet gjinden në natyrë. Edhe futbollistat, edhe basketbollistat, edhe voleybollistat, ashtu edhe si ping-pongu, talentet gjinden në terren. Aty veçohet një sy i ekspertit e dallon me njerë dhe i afrohet, flet me prindin, edhe pastaj vazhdon ajo. Kështu që është e rëndësishme është që t'i çojmë në përkurse, të luajnë fëmijët, të dalin në natyrë, se aty një sy apo një tjetër do ta dallojë ose vetë fëmia do e kuptoj.